Aleanca Kuqezi në vazhdim të turit të saj për firmosjen e peticionit kundër regjistrimit të popullsisë mbi baza etnike dhe fetare, është ndalur kësaj radhe në sheshin Demokracia të qytetit Studenti. Qindra student kanë shkruar këtë peticion në mbështetje të identitetit të shqiptarëve. Përfaqësuesi i Aleancës Kuqezi Genti Peshkëpia, edhe një herë i bëri thirrje studentëve dhe gjithë shqiptarëve që t'i bashkojnë kësaj nisme për mbrojtjen e parimeve të kushtetutës dhe standardeve evropiane. Një pjesë e kësaj aleance ndodhet këtu në qytetin Studenti për të përfshirë në këtë nismë gjithë ata studentë të cilët kanë të shenjtë kushtetutën për të mbrojtur parimet e saj dhe standardet evropiane. I bëjmë thirrje çdo studenti të bëhet pjesë i kësaj aleance Kuqezi për mbrojtjen e simboleve dhe identitetit kombëtar. Mëtej Peshkëpia tha se kjo nismë do të vazhdojë në të gjitha qytetet kryesore të vendit dhe se ndalesa e radhës do të jetë qyteti i Fierit. Aleanca Kuqezi e mbështetur nga shoqata të ndryshme në të gjithë vendin, ka nisur mbledhjen e 20.000 firmave në mbështetje të një referendumi për të anulluar regjistrimin e popullsisë mbi baza etnike dhe fetare.